Atëherë jemi live. Përshëndetje miq. Ju përshëndes nga qyteti I Lushnjës. Sot mendova të vi këtu të bëj një live stream për ju, për t'ju treguar disa nga pikat kryesore që ka ky qytet. Fillimisht jemi këtu pranë kësaj lulishtes, edhe këtij monumentit që po ju tregoj. Ndërkohë kisha një telefonat, kështu live streami në ndërpreu transmetimin. Në Berat do shkoj pas pak. Rimit përshëndes. Artur Shabat përshëndes, faleminderit. Të gjithë ju që jeni online tash me transmetimin që unë po bëj, ju përshëndes gjithë dhe ju uroj gëzuar festat. Shpresoj mos kem thirrje tjetër në telefon, sepse me blokon transmetimin live. Përshëndes Rimi. Kush dëshiron mund të marrë pjesë në komente ose mendime të ndryshme për videon që po transmetoj për ju. Të them të drejtën, ky orar tashti nuk ka shumë lëvizje ose argëtim në lodrat, sepse është orare I tillë. Dikush më thotë si shikohet transmetimi, sepse unë jam në rrjetin e valve të telefonit, kështu që mbase mund të ketë edhe transmetim të dobët sinjali, nuk e di. Tashmë kemi 30 persona që na ndjekin direkt. Ju përshëndes. Mendova të vi sot këtu në Lushnjë për arsye sepse koha e favorizon. Ditën e vim sipas parashikimit meteorologjik pritet që të ketë përkeqësinë të motit, do jetë me shi, edhe mendova që të vija sot këtu. Më bëhet qefi Rimi, të përshëndes.
Tashmë kemi 40 persona direkt. Shpresoj që numri të rritet. Do ishte motiv më tepër për mua që të bëj video të tjera. Unë pas pak sa po të përfundoj live streaming këtu, shkëputën do të shkoj në qytetin e Beratit, besoj se do jem aty. Përshëndetje Ardian. Po shkëputën edhe po shkoj tek objekti më i rëndësishëm që ka qyteti i Lushnjës. Mirë do ishte që unë tisha këtu në orat e mbrëmjes, sepse dritat kanë efektin e vet. Por në pamundësi unë po e bëj tani, sepse në mbrëmje mendoj që do shkoj në Fier. Tashme kemi 50 persona. Porta këtu që nga e mbyllur, nuk mund të afrohem më tepër se kaq. Tashme unë do të postohem në qendër, aty ku janë edhe zbukurimet ose dekori i festave. Kemi 45 persona, do doja nga ju të shkruani qytetin ku ndodheni, ose cilin qytet do të dëshironi që ta shikoni në videot e radhës. Kapsullat janë ndaluara, po kemi edhe persona që i gjenë diku kapsullat dhe i shpërthejnë ato. Është gjë që duhet eliminuar patjetër. Ty e ke video në Korçës, Arbiol. E ke live streamin tim në kanal, ke video në Korçës. Kam bërë një live stream të thjesht, sepse videon tjetër që është me plot, me sakt,
Besoj se do ta postoj nesër. Nga që lëvizim nuk kemi as kohë për të edituar videot, kështu që shpresoj nesër ta përfundoj dhe ta transmetoj atë videon e Korçës. Futu në kanal Arbiol, tek videot live aty ke videon e Korçës. Do doja që çdo qytet kishte parqe, sa më shumë parqe, edhe pemë dekorative. Një pëllumbi bardhë dhe një pëllumbi zi. Faktikisht nuk shikoj kosha, e vërtet Arbel, nuk shikon. Është një kosh diku tu afër. Mendoj që do të kishte më tepër. Sepse nëse ka kosha, mbeturinat nuk do shpërndahen në rrugë. Koha këtu është e vrentur sot, por temperatura është shumë e ngrohtë. Përshëndetje ndër, mirë se vjen. Respekte.
Dikush nga ju që punon ndihni të më shkruaj si është cilësia e transmetimit. Faleminderit Rozdit, përshëndes. Kuptohet, unë janë në rrjetin e kartës SIM, kështu që mund të ketë edhe probleme gjatë transmetimit. Shpresoj të më mirë kuptoni për këtë gjë. Ja stiri po, jo nga stiri, je nga grau tjetër. Bravo, je majtës një kastrati, mas kastrati, fiks një kastrati. Dërnani vjeti, dërnani nuk vjeti. Sigurisht nuk del mirë Ariana sepse jam në live stream në rrjetin. Videon tjetër pa e filmojnë kolegët e tjerë. Kështu që do transmetohet sërish video me cilësi tjetër në formatin 4K. Për mendimin tim është shumë mirë. Qendra këtu është shumë mirë, se unë kam dalë edhe në periferi fatikisht. Por ka probleme aty, sigurisht ka probleme me parkingin, ka probleme të ndryshme në rrugë, por këtu është shumë bukur. Me bëhet qefi që është shumë bukur pjesa këtu. Po pra, domethënë, unë mendoj që këtu në pranverë, maj, kur edhe pemët kanë atë efektin e gjelbërimit, do të jetë shumë bukur. Faleminderit Ariana gjithashtu. Përshëndes. Do doja që këto shatrevanët mos ishin kështu siç janë tani, por të funksiononin. Ja, kjo është pjesa negative që shikojnë shumë qytete. Janë shatrevanët, por nuk funksionojnë, nuk punojnë, nuk qarkullon uji. E njëjta gjë ndodh thujse në të gjitha qytetet shqiptare. Nuk e di përse ndodh kjo gjë, por ja i shikojmë dhe pjesë. Nuk do doja kur ta shikoja këtë imazh, por të jem realist, duhen shfaqur edhe pjesë negative. Si folëm për pjesë pozitive të parkut, ose të pedonales që është zbukuruar, flasim edhe për pjesën negative. Për këtë më vjen keq. Shikoj që këto janë gjethe, fatikisht, nuk është se janë plera. Janë gjethe, por mendoj që do të ketë persona që do të merren me këtë pjesë, sepse i rritet niveli i qytetit. Ja, këto tubët absolutisht nuk duhen lejuar. Kur bëhet investimi, tubacioni kalon në tokë. Nëse do funksiononin shatrevanët tash, kjo do ishte pamje spektakolare. Më vjen keq për këtë pjesë, por ky është realiteti, unë duhet ta shfaq siç është. Ja, këtu shikojnë tash që rrjeti i ujit është sipër. Shumë e bukur pjesa e qendrës këtu. E vlerësoj shumë, por ka dhe dëmtime. Shikoni sa bukur. Shikoni pjesën tjetër.
Mendoj që banorët ose njerëzit duhet të jenë më të përgjegjshëm për ta mirëmbajtur territorin e tyre. Është një monument, si mund ta them, që unë doja ta transmetoja, më pëlqeu shumë, nuk e di domethënien e këtij punimi, por më ran sy. Shikoni sa e bukur. Qendra e teatrit Vacezela, respekt për ikonën e muzikës shqiptare. Jemi të gjithë mirënjohës artistës madhe Vacezela. Shikoj që këto janë disa vajza, cilët mendoj që është diçka që tregon koreografi muzikore, nuk e di, ndoshta gabohem, por më pëlqeu. Dikush edhe ka lidhur një fjongo këtu që unë po e heq sepse është shëmtuar. Po e marr pas në xhep. Sigurisht gjeni, është më e bukur, por edhe lushnja nuk mbetet mbrapa. Nuk e vura emrin e personit që bëri koment për njerëzit punëtor. Malboro, e vlerësoj komentin tënd. Sigurisht janë shumë punëtor, mund të them që gjysma e Shqipërisë furnizohet me prodhimet bujqësore të lushnjës. Dhe për këtë e vlerësoj. Tani unë do të afrohem pak tek monumenti i Vacezelës. Përshëndetje Leonard. Leonardi është miku im, një ndër miqtë e mi më të mirë, i cili është operator, punon në Itali, punon në televizion aty. E përshëndes. Përshëndetje Leporushja. Tash me shfaqim edhe pemën e vitit ri. Qenka e vakët dekori këtu, prisja më tepër. Imagjinoni vetë si ishte Korça. Këtu kemi vetëm një pemë. Mbase është për thjeshtësi, por mendoj që do të kishte akoma më tepër dekor. Pra mendoj që dhe kjo pjesa këtu poshtë, kjo është shumë profesionale si ide dhe është sa
mbulesa. Këtu nëse gjithsesi të tjerët kanë menduar kështu dhe kanë bërë si din. Në Prishtinë nuk mundem, do doja shumë, por me këtë kohë pandemie nuk besoj se do shkoj tash afër. Por rrugtimi im për të bërë video në qytetet e Shqipërisë ose edhe më tej nuk do ndalet këtu. Pra unë do të mundohem të bëj gjitha qytetet shqiptare, me aq sa mundem, gjitha. Por pandemia deri diku edhe na bllokon. Për shembull, do të filmoj tash në Lushnjë, do të shkoj në Berat, edhe në mbrëmje do të shkoj në Fier, sepse në orën 20:30 qarkullimi mbyllet, kështu që jam i detyruar që të lëviz shpejt. Këtu kemi zyrat e bashkisë, institucionin e bashkisë. Saliu Fatjon, po ka dhe kartona, sigurisht. Kartonat janë dhe në Paris, ta dish. Por unë mendoj që është shumë mirë. Përveç pjesës shatrivanëve që nuk punonin, edhe mendoj që do të kishte më tepër drita ose zburime këtu në shesh. Për mua çdo gjë është perfekt. Tani ka edhe plera, kuptohet. Ja, shikojeni vetë, po nëse i hedhin njerëzit, unë hoqa fijet nga monument, nga bustjet e matanë dhe i futon në xhep, shikojeni si i hedhin, kjo është e pafalshme për kulturën, për njerëzit që bëjnë këtë punë. Po, Fatjon, e di sepse unë para se të shkoj në çdo qytet i studioj qytetet fatikisht, por kaq shikojmë ditën, natën nuk e di. Kaq shikojmë, e kisha fjalën tek pjesa përbri i pemës, majta zgjatha ose diku aty, mendoj që duhet kishte më tepër gjallëri, më tepër lodra ose si të them, më tepër dekor. Sepse një pemë vetëm aty, vertikalisht, mendoj që është si pemë e vetmuar, për mendimin tim personal. Mbase e më gabim. Shikojmë që pallatet përballë janë të lyer, është bërë punë aty. Pse edhe këtu bën dëm protestuesit. Atëherë ndjes Ernest, nuk e dija këtë gjë. Me sa kisha parë tek lajmet, protestuesit bën dëm në Tiranë, po në Tiranë ishin rikuperuar sepse unë bëra vite tjetër para 2 ditësh në Tiranë dhe ishin rikuperuar çdo gjë. Pra pemët dhe drita ishin siç ishin më parë. Tu po fillojnë disa pika shiu. Mendoj që unë tani do të lëviz, sepse makinën e kam pak tutje. Do shkoj edhe në Berat. Shpresoj që shiu mos më pengoj të bëj videon e Beratit edhe në mbrëmje videon e Fierit. Malboro, emri im është në profilin e kanalin tim në YouTube, unë quhem Albert Vaja. Përshëndetje Athina. Po filloi shiu tash.
Këtu tani kemi videon tjetër që po bëjmë për transmetim në YouTube, video profesionale, ndërsa kjo video është thjesht për një live stream të shkurtër. Shpresoj që video ime t'ju ketë pëlqyer. Unë ju uroj festa të mbara, të kaloni bukur me të afërmit të dashurit tuaj. Ju përshëndes të gjithëve dhe rishihemi sërish nëse do jetë koha e mirë në Berat. Besoj do jem aty në transmetim për 1 ose 1 orë e gjys, mbas edhe 2 orë, por do të jem pas pak në Berat. Ju përshëndes dhe faleminderit.